Përshëndetje miq. Shkojnë me videon e radhës PDK-ja, sepse Arnora Saliu ka kritikuar ashpër kabinetin qeveritar, duke thënë se ministri Andi Hoti, djali Ukshin Hotit, është i rrethuar nga figurat që kanë qëndrim kundër UÇK-s. Me të vërtet, miq të dashur, kjo është turp. Por mua nuk më lëm përshtypje kjo vajzë e re. Unë lëm përshtypje shefat e sajna. Pse e thëm këto? Sepse kjo nuk din. Kjo luftë nuk ka qenë. Nuk ja din historinë luftës. Veç me histori, po thëmë në atë kuptimin, veç me thane të thashe. Nuk ka qenë luftë, nuk besoj që në atë kohë kjo ka egzistu, se është, po doke që është shumë e re, ose ka mujtë me konë 1, 2, 3, 4, 5 vjetë. Jo më shumë. Edhe me kritiku kaq ashpër, pa konë vetë në luftë, pa ja ditë vlerët e luftës vetë, shumë ka më vakime në gjuhë. Por këtë arsye, unë boni përshtypje, dhe u detyrova ta bëj këtë video, që të shpërndaj me juve, miq të dashur. Po ne do e demantojmë kogja keq, sepse, keq, në të kuptimin fort, jo keq, fort, sepse do e shiqojmë se kush është kundër, apo me thonë kundër jo, po ose kundër, kush është kundër UÇK-s, kush edhe UÇK-n, edhe kush propagandon, edhe kush shefes mos UÇK-s. Kështu që shkojna me video, e të diskutojnë së bashku. Ishte i vështirë se ki shef Albin Kurtin, Gazoni duke që është e re. Ka gjujt edhe policinë e Kosovës, me gurë, i ka gjujt e i ka koll institucionet e Kosovës. Veç një po të thomë Arnora. Asnjëherë njeri nuk qyre mrapa, vetëm para, për me shku për para. Një. E dyta, ty u duft ata shefa tu me tregu pse ka gju policinë me gurë, pse ka rregullu makinat, pse ka sulmu umnikun, dush me ditë para se me folë të sene. Shkojna miq. Ti ka të lutna. E di që e kitë vështirë, se i rrethum edhe me Albulena Haxhin. Veç po lexon, s'po gojë me si që më manual YouTube, po blokon. Se pagat për veterane invalid, po i veç po lexon ja ka shru. Kjo deklaratë e nxjerrur nga konteksti ja jep tjetër. Lutem kryetare më lejo me përpunë. Nuk më edhe me komisionin. Para, ju po nuk I kema prezant. Po do mantojmë. Sa njerëz për Veç të kryim pak. Tash më ndrojt veten. Pse është I rrethuar me Dimal Bashën, bashkautor I një punimit I cili shpif për UÇK-n. Që të soho, nuk I nevoj me u bo nervoz. Mos mu drejto në mënyrë bullizuse, je vajzë shumë e re. Si sa bullizuse është kaq e re, me të vërtet është për keqardhje. Por, kur e din për cilës parti vjen, kështu që ka përsen. Sepse nuk ka kuptim ndryshe. Me arë pej PDK-s. Edhe, me bullizu kështu, qysh? Do me thonë PDK-ja pëmëson keq. Pëmëson me lëf. Tani këta janë ata që dalin dhe thojnë, ju e keni da popullin dësh. Këtu për kjo të regon se kush për da popullin dësh. A jo? A ne? Shkojnë amiq? Ne, në atë kuptimin lëvizjave dhe ndosje. Kjo fjallë nuk ka me vend, mu shumë po mjen keq. Me Mimoza Kusari Lilen, e cila kemi të faktume, jam përgjime, e ka pranua dhe vetë. Që tash kemi ndigju përgjimet e PDK-s. E tu këshalut fort me makthyrin përgjegje. Qfar ki me thonë për to përgjime kur ti ndëgjojsh ti? Se unë nuk e di, ati kanë dregu shefa tua jo. Apo ajo hi në arkiv në herë me këqyrë, me lezu, për këtë parti që e registrute, ose për këtë parti që I pononte, me hi me akqirë pak historinë. Edhe tani me dalë me folto, që mos me dhonë material kërkuna me të kritiku. Arnora Saliu. Shkojna miq.
Fatkeqësisht, mundem me thonë që kabineti qeveritar përbëhet prej një numër shumë të madh ministrave. Edhe kam shumë të vështirë me besu që prej atyre ministrave ka prej tyne që i kanë interesin e Kosovës në zemër. E kam shumë të vështirë me Kam shumë vështirë me besu për atyre që kanë Kosovën në zemër. Kjo po thot miq të dashur që Kosovën në zemër e ka vetëm PDK-ja, edhe Drenica. Si mas fjalëve kësajna Arbnorës, deputetës të nga ona PDK-s. Miq, kjo është përkeqësardhje për bes. Menimin tim për apo? Kjo është përkeqësardhje. Me do popullin kështu, me ofendu kështu kabinetin qeveritar, është merë. Është merë. Po nëse lo prapë se nuk e lo faj këto, sepse kjo është e re, nuk e dirme që kanë shpjegu që të lexohet dhe të në regullit. Por ndryshe të repune. Si mas dhona që po thojnë, se unë nuk e di. Shkojna? besu. Por nëse ekziston vetëm një ministri, edhe një ministër, te i cili besoj se për një me mundet me bë diçka të mirë për Kosovën, edhe me imbrojt vlerat e luftës, menoj që jetë e anden. Anin hotë, bjallën e këshirot. E di që e ki të vështirë me funksionu, nuk e ki as pak të letë, sepse je i rrethum me Donika Gërvallën, person i cili ka deklaruar publikisht që po i shfrytëzon krejt mundësit për me deponu kundër UÇK-s. Nuk është e vërtet, oj zoj. Sikur ty personal ta kishin vrarë babën ton, e nuk e din që sa vjetë u bërë, nuk e din kush ta ka vrarë babën ton, a kishe nga, vështë një piti po ta bëj, a kishe vepru, por me gjithë se kush ta ka vrarë babën. Unë besoj që po. Ti, unë edhe çdo kush tjetër. Kështu që je i një livall ku nuk delet, oj zoj. Mua me qikën e Gërvallëve, që s'bon. As me djallë në Okshinotet. Ka dhonë këta pëlleri diçka dhe këta. Si ton tjerë. Shkojna miq? Pa la është e forta. Në Hagë. Je rrethum me Hekuran Muratin. Len në përgjithësinë tonë, kryetare, len në përgjithësinë tonë. Prezencë teme me jep deklarata, cito, nxirre një citat sakt që ka thonë, atëherë përndryshe kështu me përgjithësu, është vështirë me mos me reagu ti e ki drejtën e fjalës edhe ki vazhdo. E vërtet, e kam drejtën kështu që ma leja. Po vetëm pak kujdes për institucionet janë të faktume se cila çka jam të thonë, mund e me ja u shpërnda edhe linqet, edhe postimet që i kam bë dhe çdo gjë tjetër. Që tash, nalë pak. Tash, ndëgjoj ti, unë po të dërgoj linket ty, edhe ti hin, edhe i shiqon, edhe i ndëgjon. Shkojna miq. Ju pozdravite ju nga qeverisë Kosovës, hajde. Sërbesht, ha? Është e grupit parlamentar. Hajde me nëmë. Nga PDK-ja. Që di kush është? Në që duhet pasur që thashtu parasysh se nuk duhet marrë vendime. Kjo është shefi ju, e nderuar Arbnora, që thot, ne nuk bën me nervozu sërb. A kitë kjartë? Unë besoj që këto se ke ditë. Po, besoj që dojmë sesh. Shkojmë? Që mund të nervozojnë Serbin në një veprim që e iriton Serbin. Në që duhet Listën sërbe. Kush? Prapë, së Unë në mendoj që shkojmë. janë qytetarë të veni, edhe lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk ka ndodhur vetëm për shqiptarë, ka ndodhur për qytetarët e Republikës Kosovës. Sa me po babloko vjen shumë keq që pëthu këto, sepse lufta ka ndodhur, po që ta qytetarët të Kosovës që ti po thu, që ta shkijet Kosovës, që ta kanë vra njerëz. Me gjitha ta që nërë për i Beogradi. Kështu që unë besoj që ti e din këto shumë mirë. Dhe me të vërtet nuk o mirë ta që pëthu. Të regoj edhe Arbnorës, se unë besoj që Arbnora këto si ka ditë të sane. Shkojna miq? Arsish kush janë ata këtu. Prandaj unë mendoj që Albini lun me kartën e nacionalizmit dhe unë mendoj sot vora kur lulesh për të përkujtu. Go këto Arbnora, kjo është të merë i botës, ku shefi juaj, vetë shefi juaj që thot, unë e konformu që kën, a i thot,
ushtria shlimtare terroriste, ku i ka vra 40.000 Sërbë. Edhe qënë lula paravorët të atyne. Shkojna. Sulmin kriminal kundër të rinjve në fshatin Gorazhdevc, 14 vite më parë, në të cilën u vranë 2 fëmijë serb që u plagosën 4 të tjerë. Këta fëmijë këtu u vranë nga dora kriminale e jo nga mimo më po. Me terroristët nuk negociohet. Tjetërën. Terroristëve nuk u hapet rruga, terroristët ose dorëzohen ose likvidohen. Varet a kanë qenë terroristë ata? Keni dyshime? Aglora, Keni dyshime? po thotë se nuk jenë terrorista, në varet po të kanë qenë terrorista. Mo veç, unë po ja bëj një pyetje ty edhe Xhavitit. Çka është puna e polisit që vron? A s'ka ka terrorista? Arnora, para se me dalë me akuzu, kabinetin qeveritar, dush me kohë shumë informume. Sepse nuk bën me dalë me dezinformata. Jo. Nuk bën me dalë me diçka që Albin Kurti ose vetë vendosja ka gju gur, ka bo ato, ka gju lëtsjel, ka bo ato, dush me ditë, me thonë veti, hej, ka dalë të këqyri pse. Në atë moment që ti i thu veti pse, që kjo pseja nuk kënë me gabu. Pse unë ishtë nga për vete. Une, kur du me bo një vete, kur du me bo diçka, kur du me folë me një politika me diçka, kur të më thot diçka dhe me i ka dalë, pse po më thot kjo njëri kështu. Ja nëzo zona fillën e fjallës. E tani kritikoj. Kështu që qëtërere, para se me dalë, me kritikue, duhesh me ditë senet. Jo veç me dalë me një letër të bardhë, edhe me shlu që shlu në këtë për shembull, edhe me lexu. Ja, ashtu s'bon. Se njerëz kritikojnë. Edhe ja hub vetë vleftën, ja hub partisë vleftën. Miq, kjo është e vite për sot, mirë po është e vite radhës. Opozit, like share.